Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka reaguar mbi vrasjen e efektivit të policisë Enea Mekolli. Në një konferencë për mediat, Berisha shpreu ngushëllimet e tij për të ndjerin dhe dënoi me forcë atë që ai e quajti një krim të shëmtuar. Të implikuar në këtë akt shumë të rëndë. Në fjalën e tij, kryedemokrati tha se një i shumë kërkuar nuk mund të qëndronte 9 vite në kërkim, të mbashtonte Bagti dhe Stalla pa përkrajën e fortë të pushtetit. Nuk mund të qëndronte 9 vite në kërkim, të mbashtronte Bagti dhe Stalla pa përkraje të plot të pushtetit. Dhe ajo, si të dëshmojnë dokumentat, ajo përkraje ka ardhur edhe me financime falas ndaj veprimtarive të tij. Sipas Berishës, vrasja e Enea Mekollit dëshmon në mënyrën më të qartë se rendi, ligji, siguria në këtë vend është në dorë të krimit. Sot, jeta e çdo shqiptari është në dorë të krimit. Dhe kjo, për faktin e vetëm se qeveria është e lidhur kë me kokë me krimin. Ndaj dhe kjo është një ngjarje tmerrsisht tronditëse. Në fund, Berisha mbajti një minutë heshtje për efektivin e rënë.